Prej Allahut nuk i ikët posta Allahut. Andaj prej duave të shpeshtat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cila ka qenë e'udhu bike minke, i ka thënë Allahu xhallahu ala pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, o Allah, prej teje ikit e ti. Komentator kanë thënë, çysh ikët pi Allahit të Allahit, pi dënimit të Allahut, çysh ik, kush mundet me pësu pi dënimit të Allahut pos Allahu xhallahu xhelalu, pi vapës së jetës, prej vapës së telasheve, kush mundet me shpëtue? Ai çka i ka ndor ato. Andaj ta bëjmë Allahun xhallahu ala të vetëm zgjidhje, vetëm kështu shpëtohet me Allahun xhallahu xhelalu në dunja e në ahiret. E nëse në zemrat tona, qoftë edhe në fije, qoftë edhe ngrimca të vogla, Allahu është njëra nga zgjidhjet, vini re, njëra nga zgjidhjet. Nga se Allahun kur kush se mohon, Allahun kur kush se mohon, me enal ti me enal, cili ndush njerin në rrugë, kur në xhami su kanë, kur s'ka shkue, mi thona beson në Zot, po me s'ka Zot i madha. Aje ka Allahun njënën për zgjidhje, aje ka njënën, Allahun e ka kur të muje. Besimtari se ka Allahun kur të muje, Allahun e ka vetë më zgjidhje, s'ka rrugë tjetër, vetë me rrugë. Andaj shiko pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam si e drejtoi besimtarin në këtë udhëzim. Ka transmetuar Imam Ebu Davudi dhe Imam Nesaiu se ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, men qala fi yawmihi, kush thot gjatë sabahit ditë zot, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin o min ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak. Kush thot sabah kur qohet, kush thot kur sa qohet sabah thot, o Allah, nuk jam qu me do një begati, asa begati të qomin to, veç trupi që të punon, kjo begati e madhe, alhamdulillah. Kush thot pejgamberi sabah, o Allah, këtë begatit e mira që ka i kam une, jo veç ti. O Allah, kusha qu këtë sabah, edhe perandori maj madh, që ka gëzon ushtri e perandori, shiko, jo veç ti, se ti më zhon une një miskin, jo, edhe fuqit e mloja, krejt në dunja, qka ka, qka frimon, qka një begati, dikush ka te, edhe qafiri qka e ka. Nëse ti thu e kështu, o Allah, begatit e mija, edhe këtë dunjajet qka të lëviz diqka, feminke wahdeke, veç pitia, o Allah, la sharika lak, s'ki ti zot, s'ki shok tjetër, ti e vetëm i zot. E mirë të dhëruar dhe zot, qka tha pejgamberi sallam, i mjafton gjatë ditës që kjo, ama kjo nuk o laf goje, kjo nuk o laf goje, ti dush mu binë se qka përdorët begatit dikon, e Allahut vet ashtë. Pejgamberi sallam sa është qupi gjumi, që ka thanë, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Kur a qupe janë sa në gjdo sabah, edhe kur a ardë nata, masi qinije, që ka thonë? Ka thonë, sabah ka thonë asbahna wa asbahal mulku lillah, e në ksham ka thonë emsejna wa emsel mulku lillah walhamdulillah. O Allah, ka thonë, e arrita mëngjesin, e arrita mëngjesin, begatia veç për tyje, lavdrata veç për tyje, veç ty takon që e kena mëri mëngjesin tamam, walhamdulillah, dhe veç ty takon falëndërimi. Shiko këtë ndjenja, kur veç ti kur qohër sabah, kuj ti thu faleminderit? Jo një thotë sa du të mi thonë dikujt faleminderit që jam gjua, vetë mërë jam gjua dhët, e kum kur di saatin jam quhe. Kjo e njënanca, kjo është ortakria, kjo është mi ba Allahu qirk. E qka thonë të bejën zamë, o Allah, veç ty takon falëndërimi, unë ku mujtë më s'muquhe. Sa njeri be me flet nuk qohet, po, Zotin arrujt. Andaj përkatsoja Allahu gjatë, ti Allah ke ba muquhe. Andaj kur Allahu bët e vetë mja zgjidhje, Allahu Gjelluara e mbledh këtë dunjajën, ka nuk ta marrë mendja që ka zgjidhje ta bezgjidhje.